6 dhjetor. Paqe atyre me të cilët Perëndia është i kënaqur. Dhe kjo do t'ju jetë si shenjë. Ju do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me pelena të shtrirë në grasht. Dhe menjëherë engjëllit ju bashkua një shumicë e ushtrisë qiellore që luftonte Perëndin duke thënë: Lavdi Perëndisë në vendet më të larta dhe paqe mbi dhe, pëlqim ndër njerëzit. Luka 2:12-14. Por kë ka paqe? Në lavdërimin e engjëjve ka një notë serioze. Paqe mbi dhe njerëzve mbi të cilët qëndron pëlqimi i tij. Paqe mes njerëzve me të cilët ai është i kënaqur. Ama pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë. Hebrejve 11:6. Ja pse Krishtlindja nuk u sjell paqe të gjithëve. Jezusi tha: "Dhe gjyqi është ky. Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta." Gjoni 3:19. Ose siç tha dhe Simeoni plak kur pa foshnjën Jezus: "Ja, ky është vend për rënjen dhe për ngritjen e shumë vetave në Izrael, dhe për të qenë shenjë të folurit kundër, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave." Luka 2:34-35. Oh, sa të shumt janë ata që hedhin vështrimin jashtë në një ditë të zymt dhe të ftohtë Krishtlindjeje, dhe nuk dallojnë asgjë më tepër se sa thjesht një shenjë për t'u kundërshtuar. Ai erdhi te të vetët, dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Gjoni 1:11-12. Vetëm dishepujve të tij Jezusi u tha: "Paqen po ju lë, paqen time po ju a jap. Unë ju a jap, por jo siç jep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft." Gjoni 14:27. Njerëzit që gëzojnë paqen e Perëndisë, e cila ja tejkalon çdo zgjuarësie, janë ata që në gjithçka ja bëjnë të njohura kërkesat e tyre Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh. Filipianëve 4:6-7. Çelësi që hap sëndukun e thesareve të paqes së Perëndisë është besimi në premtimet e tij. Prandaj Pali thot: "Dhe Perëndia i shpresës le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushullin në shpresë me anë të fuqisë së frymës së shenjtë." Romakëve 15:13. Kur ne i besojmë premtimet e Perëndisë dhe kemi gëzim, paqe dhe dashuri, atëherë Perëndia përlëvdohet. Lavdi Perëndisë në vendet më të larta dhe paqe mbi dhe, pëlqim ndër njerëzit, për çdo, nga çdo popull, gjuhë, fis dhe komb, për çdo që do të besojë.